Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. Falënderimet dhe të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshallahu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Në jetën shpirtërore të njeriut, sinqeriteti është si një burim i pastër që ushqen çdo vepër të mirë me kuptim dhe jetë. Ajo është rrënja e çdo adhurimi të pranueshëm dhe themeli i lidhjes së sinqertë me krijuesin e gjithësisë. Njeriu mund të falet, të agjërojë e të japë sadaka, por nëse në thellësi të zemrës së tij ku ndodhet qëllimi i pastër për kënaqësinë e Allahut, ato vepra shndrohen në forma pa shpirt. Sinqeriteti është ajo dritë e brendshme që e bën çdo adhurim të jetë i mbritshëm në sy të Allahut dhe që e ngren njeriu nga toka drejt qiellit. Pa të, pa pra sinqeritetin, besimi mbetet i thatë, ndërsa me të, edhe veprat më të vogla fitojnë peshë të përjetshme për ne si njerëz. Sinqeriteti është prova më e qartë e dashurisë së vërtetë për Allahun. Ai lind nga zemra që e njeh madhështinë e krijuesit të gjithësisë dhe e ndjen praninë e tij në çdo çast të jetës. Kur njeriu adhuron me sinqeritet, ai ndjen qetësinë e një shpirti që i është dorëzuar tashmë plotësisht Zotit të tij dhe nuk kërkon asgjë tjetër veç pëlqimit të Allahut xhaleshallahu. Një zemër e tillë pra bëhet e mbritshme, e qetë dhe e lidhur me botën hyjnore, sepse adhurimi i sinqert nuk është vetëm një veprim ritual, por një frymëmarrje e shpirtit në drejtim të përjetësisë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqni së bashku surat e përzgjedhura për ditën e sotme. Kemi dy sure, surën Shams dhe surën Ikhlas. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për diellin dhe shkëlqimin e tij, dhe për hënën që e përcjell ata. Për ditën që ja zbulon shkëlqimin atij, në diellit, dhe për natën kur e mbulon atë. Për qiellin dhe për atë që ka ndërtuar, për tokën dhe për atë që ka shtruar, për shpirtin dhe për atë që ka përsosur, duke ja bërë të njohur atij të keqen e të mirën. Vërtet, kushto që e pastron shpirtin, do të shpëtojë, ndërsa kushto që e poshtëron atë me punë të këqija, do të dështojë. Fisi i Thamudit.
nga shfrenimi i vet përgënjështroi, kur ngrit më i keqi, i tij, për të therrur devën, i dërguar i Allahut Salihu, u tha atyre: "Kjo është deveja e Allahut, lërini atë të pi pjesën e vet." Por ata nuk i besuan atij dhe e therrën atë. Prandaj, Zoti i tyre i shkatërroi të gjithë për gjunahet e tyre, nga i pari tek i fundit, pa pasur frikë prej pasojave të kësaj. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirshmit. Thuaj, ajo është Allahu, një e i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë, ai krahasueshëm me ata. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në emisionin e ditës së sotme të Nektarit të Xumas, do i ftoj të ndiqnim temën së bashku njerëzit që veprojnë me motive të sinqerta. Pra, sinqeriteti në adhurim është themeli mbi të cilin ndërtohet lidhja e njeriut me krijuesin e tij. Ai është si drita që ndriçon rrugën e besimtarit, si aroma e shpirtit që pastron çdo veprim nga ndyrësia e hipokrizisë. Adhurimi pa sinqeritet është si trupi pa shpirt, si petku pa brendësi, sepse Allahu nuk e njeh pamjen apo nuk e sheh pamjen apo formën e jashtme të veprave, por sheh synimet dhe zemrat që qëndrojnë pas tyre. Në Kuranin e Shenjtë, Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. E ata nuk janë urdhëruar veçse vetëm që ta adhurojnë Allahun, duke qenë të sinqertë ndaj tij në fe. Ajeti 5 i surës Bayyina. Ky ajet e vendos sinqeritetin si boshtin e çdo adhurimi, duke na mësuar se vlera e çdo vepre qëndron në pastërtinë e qëllimit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vepra vlerësohet sipas qëllimit dhe çdo njeri do të shpërblehet sipas asaj që ka synuar. Ky hadith i madh i përmbledh në pak fjalë tërë filozofinë e adhurimit. Nuk janë numri i rekateve të nderuar dëgjues dhe shikues që caktojnë apo gjatësia në lutje që cakton sa afër jemi ne me Allahun, por është sinqeriteti që shoqërohet me zemrën, me këto lutje, me këto rekate, në çdo fjalë dhe me lëvizje, ai i cili na çon drejt kënaqësisë së Zotit të gjithësisë. Kur njeriu falet për të fituar lavdërime, sadakaja që jep për të parë në njerëzit, apo agjeron vetëm për të dalluar nga besimtarët ose besimtarët e tjerë që pa agjeron, ai në të vërtetë adhuron veten e tij dhe jo Zotin. Dhe ky adhurim është i kotë dhe po humbet kohën kot sepse sinqeriteti nuk ekziston në këto veprime. Ndërsa ai i cili çdo vepër e tij buron nga dashuria për Allahun dhe dëshira për të arritur kënaqësinë e Zotit, ajo bëhet shkak që zemra të pastrohet dhe drita hyjnore të përfshihet në shpirtin e këtij besimtari. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: kush e pastron qëllimin e tij për Allahun, Allahu e pastron zemrën nga çdo dyshim. Ky mosim na tregon se sinqeriteti nuk është vetëm një gjendje morale, por edhe një pastrim shpirtëror që e bën njeriu të shohë të vërtetën ashtu siç është dhe pa devijuar. Vetëm zemra e sinqertë mund ta ndjejë praninë e Zotit në çdo adhurim të saj dhe të arrijë tek devotshmëria e vërtetë ashtu siç na don Allahu i Madhëruar. Në një ajet tjetër Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuk pranon veçse atë që është i pastër dhe i sinqert. Ajeti 27 i surës Maide. Ky ajet na tregon se edhe nëse një vepër duket e madhe në syrin e tjetrit, por në brendin e saj nuk gjendet sinqeriteti, dëshira dhe ajo përujësia për Allahun xhaleshanuhu, dhe është bërë sa për shtypfaqe, atëherë ajo nuk ka peshë në peshoren e amshimit ta në peshoren e veprave në botën e gjykimit. Nga ana tjetër, çfarë na thot shkenca dhe psikologjia?
Shkenca moderne e psikologjisë ka filluar ta pranojë se sinqeriteti është një nga burimet më të forta të qetësisë dhe stabilitetit mendor. Studimet kanë treguar se njerëzit që veprojnë me motive të sinqerta, pa maska dhe pa hipokrizi, kanë më pak stres, ankth dhe depresion. Kur zemra nuk jeton me dy fytyra, truri funksionon në mënyrë më të qetë dhe trupi prodhon më pak hormone stresi. Pashtu, neurologjia ka vërtetuar se në momentin e lutjes së përqendruar dhe të sinqertë, përqendrimi jo në veç se tek Allahu xhaleshanhu për të fituar kënaqësinë dhe faljen e tij, aktivizohet pjesa e trurit që lidhet me ndjenjën e dashurisë dhe të paqes, duke e bërë njeriu më të qëndrueshëm emocionalisht dhe më të aftë për të përballur vështirësitë e jetës. Kjo është një dëshmi se adhurimi i sinqert nuk është vetëm një kërkesë fetare, por edhe një nevojë psikologjike që jep ekuilibër njeriut. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu nuk pranon nga robi asnjë vepër nëse ajo nuk është bërë vetëm për të, pra për Allahun dhe me dëshirën për fytyrën e tij. Ky hadith është një thirrje e qartë për pastërti shpirtërore, për të bërë çdo gjë për dashurinë e Zotit dhe jo për përfitime toksore dhe sipërfaqësore. Sepse çdo adhurim që bëhet me interes është një tregti e humbur, ndërsa adhurimi që buron nga dashuria e vërtetë dhe e pastër është një marrëveshje me përjetësinë. Kur njeriu e fal namazin me një zemër të sinqertë, ai nuk flet vetëm me gjuhë, por me shpirt, dhe kur ai jep një lëmosh me dashuri, ai nuk jep nga pasuria, por nga vetvetja e tij. Në një hadith tjetër, Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: nëse robi është i sinqertë në adhurimin e tij, Allahu ja hap zemrën për dritën e udhësisë. Kjo tregon se sinqeriteti nuk është vetëm një virtyt moral, por një portë drejt diturisë të madhe hyjnore. Vetëm ai që e adhuron Allahun për Allahun dhe jo për veten, mund të arrijë kuptimin e thellë të kësaj ekzistence. Zemra e sinqertë, të nderuar dëgjues dhe shikues, është si një pasqyrë e pastër që pasqyron dritën e Zotit të gjithësisë, ndërsa zemra hipokrite është si një pasqyrë e thyer që nuk pasqyron asgjë veçse të kotën dhe diçka të thyer. Në një ajet tjetër, Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuajo, edhe nëse e fshihni ato që keni në zemrat tuaja, apo e shpallni haptazi, Allahu e di ata. Ai i di çfarë gjendet në qiell dhe çfarë gjendet në tokë. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ajeti 29 i surës Ali Imran. Pra të marrim mësim nga ky ajet. Allahu din çdo gjë, sepse ai është krijuesi i gjithësisë. Ai din çfarë ka në brendin tonë. Prandaj, njeriu le të synojë që të jetë versioni më i mirë i tij. Të adhurojë Allahun xhaleshanhu me sinqeritet, jo sa për sy e faqe. Ta ndjejë atë çfarë për adhuron, të ndjejë namazin, të ndjejë lutjen, të ndjejë agjërimin, dhe të mos e humbas kot këtë mundësi që Allahu ja ka dhënë në dorën e tij. Sipas këtij ajeti, ajetit 29 të surës Ali Imran, tregohet se sinqeriteti është një çështje e brendshme që vetëm Allahu mund ta gjykojë atë. Allahu din se kush e përkul kokën në sejdë për të, pra për Allahun, dhe kush e bën për sy të botës. Allahu e di më së miri se kush e përmend emrin e tij nga dashuria dhe kush me zakone. Kjo është arsyeja pse çdo adhurim duhet të fillojë me pastrimin e qëllimit të niyetit, sepse pa këtë pastrim çdo vepër mbetet boshe fatkeqësisht. Allahu na ruaj nga kjo gjë. Nga perspektiva shkencore, neuropsikologët kanë zbuluar se sinqeriteti lidhet me koherencën midis hemisferës së majt dhe të djathtë të trurit të njeriut, që do të thotë se njeriu i sinqert jeton në harmoni midis mendjes dhe zemrës së tij. Kur njeriu adhuron me sinqeritet, ai hyn në një gjendje të thellë meditative që redukton tensionin e trupit dhe e afron me qetësinë e brendshme. Kjo është arsyeja pse shumë shkencëtar pranojnë se lutja e vërtetë e bërë me përmirësi dhe ndjenjë të sinqeritetit ka efekte të mëdha pozitive në shëndetin fizik dhe psikik të njeriut. Vlera e sinqeritetit në adhurimet të nderuar dëgjues dhe shikues është aq e madhe sa që pa të
çdo përpjekje fetare humbet kuptimin e saj. Sinqeriteti është sekreti i pranimit të veprave, shpirti i devotshmërisë dhe çelësi i afërsisë me Zotin. Siç ka thënë dhe Imam Aliu paqja qoftë mbi të, sinqeriteti është çelësi i shpërtimit dhe mjeti i arritjes së qëllimit. Le të jetë pra çdo namaz, çdo lutje dhe çdo vepër e jona një pasqyrim i dashurisë dhe përulësisë ndaj Allahut. Të jetë çdo vepër e jona, veç sa e ngritur me sinqeritet, sepse sinqeriteti e ngre njeriu në shtallët e dritës dhe e afron më së shumti atë me Zotin e gjithësisë. Të dashur vëllezër dhe motra, në përfundim të temës së ditës së sotme, do doja t'ju rikujtoja se sinqeriteti në adhurime është thesari më i çmuar që një besimtar mund të mbajë në zemrën e tij. Ai është sekreti i pranimit të veprave, shpirti i devotshmërisë dhe ura që ai lidh njeriu me krijuesin e gjithësisë. Njeriu i sinqert nuk adhuron për të dukur, por për të ndjerë afërsinë e Allahut të madhëruar në çdo frymëmarrje dhe frymëzjedhje të tij. Shkenca e ka vërtetuar se njeriu i pastër në qëllime gjen më shumë paqe dhe lumturi në këtë botë, ashtu siç e ka mësuar dhe feja 1400 e më shumë vite më parë. Le të jetë pra çdo lutje e jona një pasqyrim i sinqeritetit, çdo sejdë një dëshmi dashurie për Allahun dhe çdo vepër një dëshmim i pastër i përkushtimit ndaj Allahut, i cili pranon vetëm atë që buron nga zemra e pastër dhe nga ajo zemër e sinqert. Qofshin për atyre të cilët qëndrojnë në këtë rrugë të pa lëkundur, të jenë zemrat tona të bardha ashtu siç ka krijuar Zoti, me dhikr, me përmendje të Allahut xhaleshanhu, me përulje dhe me adhurime të sinqerta, dhe ta mbajmë këtë zemër të pastër, të mos hyjë gjunahu në ta, dhe po hyri, të pendohemi tek Allahu, dhe Allahu është pranuesi i pendimit. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu dhe duke u uruar një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد